Me gjithë këtë, ai nuk zotoi se do t'i jepte fund plotësisht gjithë luftët me Skënderbein, por se të paktën do t'ia fillonte asaj mbar, dhe si të hante sedër me atë burr, s'pati hall për forcat më të shumta, vetë se aq sa kishte patur Hamza, me qëllim që të thyej se ai e rivendosi gjendjen me një ushtri të barabartë dhe pothuaj të njëjtë. Por nuk që vetëm Debrea që kërkoi këtë lavdi pro të rreziqe nga Tirana, por edhe shumë të tjerë, sepse sa më tepër emër kishte marrë Skënderbeu dhe mbaj në gojë nga barbarët që ishi pathyeshëm, aq më tepër ishin edhe turmat nga më të dëgjuarit, apo më me zemër që vraponin tek mbreti, si ndonjë plan kandidatësh për të merituar pozitat deri dhe lavdije. Shumë u ashtonte pastaj zellin këtyre burrave. Bujaria e kryeparit e shpallur botërisht se ai kishte saktuar që më parë çmime të ndërruara për filmtarin. Kur panë të dëgjuan Hamzan, ndryshuan shumë planet e tyre, sepse ai lëvdroi aq fort punët e tanëve dhe tremërin e kapetanit saqë Debrea, duke i tani pothuajse penduar për detyrën që pa të kërkuar me aq ngulm, kurse mbretin, duke më i prirur për ta kthyer prapa vendimin që pa të marrë. Me gjithë këtë Otomani e gjeti të udhës se do të ishte më përnder të mbretërisë. E t'i shtonte forcat, e sa t'ja mohonte, para se t'ja provonte shërbimet Debreas dhe të rinte pa u shpaguar për robërinë e Hamzës dhe për dëmet që pësuan të vetë. Prandaj forcave të gaditura bëri një shtesë për 3000 kalosish. Në këtë mënyrë, Hamza lëvdronjë si zellshëm dhe mirënjohës, ndaj mikut që e priti, duke treguar me hollësi vetit burrore të Skënderbeut, bëj i dëmshëm. Të thuash për të, apo më mirë shkaktari një lavdije më të madhe dhe një fitore më të begatë. Kur diçka ishte gati për nisje, ushtria pothuajse ishte marrë rrugon, shira të dëndure shumë të mëdha u derdhën për disa ditë me radhë. Dhe i vonuan pakës ushtarët lakmonit, pushuan shirat dhe u zbut koha. Me ardhjen e pranverës, spritëm dhe u nisën me njëherë. Por kjo arsye e kohës kishte thirrur edhe Skënderbein nga kruja në kam, për të këshilluar me të vetën për të vendosur për ato çështje. I kishin lënë nga shkaku i dimrit për një kohë më të butë, kështu lajmet për gaditjen dhe ardhjen e armikut e gjetën atë bashkë me Mojsiun në Dibër. Atëherë, me shpejtësinë më të madhe siç e donte puna, lodhi aty për aty, mos e 7000 njerëz. Nuk duhet të çuditet kush këtu për një gatitje aq të menjëhershme dhe për shpejtësinë gati të pabesueshme të tanëve, lidhur me mbledhjen e ushtarëve, sepse Skënderbeu, qoftë me dëshirë të vet, pa e detyruar për ndonjë mirëbesie, qoftë si shpërblim trimërie, kishte falur disave përparisë së vet, një pjesë të madhe të taksave, sidomos të pronarëve, me kushtin që kur të dilte nevoja për luftë, të ishin të detyruar pas të urdhit të tij, të jepnin ndihmë me ushtar, secili sipas shkallës dhe të merrnin edhe vetë pjesë. Për gjithçka duhej bërë, kështu. Ta qëndronin gjithmonë në një gatishmëri të tillë që spritnin veç me shenjën e vetrimit. Përveç kësaj një numër i madh i banorëve të tjerë në krajinës, dhe mos i fshatrave, ishte i detyruar si për një farë zakoni të caktuar të vendit. I shkonte prapa pa ndonjë shpërblim në të hollë. Më në fund, dëshira për plaçk ndiste aq fort ushtarët, saqë asnjë urdhër, asnjë boruje dhe asnjë rrog s'dukej më aftë për ta mbledhur vegjëlinë. Që këndej mund ta kuptoj mirë kushdo, edhe pyetjen që kam dëgjuar, ta bëni shpesh shumë veta, se në çmënyrë mundi Skënderbeu të përgrullonte gjithë ato lufta që dukeshin ndërmarr ka hera, kur kis një sasi aq të madhe taksash dhe tributesh, saqë të mund të ushqente për një kohë aq të gjatë ushtri. Por e vërteta është edhe pa të zakon të krajinës, pa të dëshirë dhe shkak të presë. Prapse prapi frika e rrezikut të bërë pastaj zgjuarësia dhe fati i bardhë. I kapetanit do të kishte bërë të gjithë që t'i rëmbenin me lehtësi armët në dorë. Ta për ndihmat me rroga dhe për ushtrinë mercenare. Një peshë të madhe mbante papa e Romës, mbretërit e Apulis dhe princerit e tjerë të krishterë, nga të cilës mungonte kur, siç thon, nervat e luftave. Debrea, pasi kaloi pjesën më të madhe të vendit të tribal, e popullor që quajnë Bullgari, ishte arritur në Polog, e vendi quajtur kështu nga banorët, ose më mirë një krajinë e Bullgarisë në fjalë, që u binte e barbarëve dhe që nuk ban shumë larg nga kufit e mbretërisë periudhë.
Skënderbeu, kur i mori vesh këtë, dha urdhër të shilonin sa më shpejt huajt dhe t'u vinin prerët. Pastaj, me që puna e këmbësorëve si ishte e lehtë, madje zvlemte gjë në atë rast, por duhej vepruar me shpejtësi. Zgjodhi për të mbajtur me vete 6.000 kalorës, të tjerët bashkë me rojen e vjetër të mbajtësisë. Pasi rregulloi ato gjëra që duheshin të nevojshme, i lëshoi. Pa u nisur ende dërgoi përpara, me njëherë Dibranin, bashkë me 10 kalorës për të vëzhguar armiqt që po vinin dhe për të zbuluar planet e tyre. Prapati vinte vetë bashkë me forcat e tjera. Barbari kishte zënë vend aty në fushë të Pologut dhe po priste të gdhihej. U shakumizoi nga një anë prej malit tonë të Mokrës, nga ana tjetër prej qytetit të turqëve që ai quajnë Shkup. Kishte 2 male të tjera që rrethonin fushën me një lartësi të shënuar, të cilat quajnë me një emër jo të veçantë, malet të Pologut. Mojsiu i bëri fare lehtë gjithë vrojtimet, sepse hëna ndriste tërë natën, dhe kështu, për të gjithë sapa e njoftoi me caksi të plot Kastriotin, i cili, duke shfrytzuar atë natë aq të mbarë, dha urdhër që të niste ushtria dhe të marshonte përpara me një shpejtësi të pazakontë. S'kishin hyrë ende në fushë, kur me të lënë Mokrën, u prish koha pa pritur dhe filloi një shi i hollë. Ushtarët që po marshonin u lagën pagës pasdaj, ndërsa shirat po bëheshin më të ndendur. Ja nisën rufet dhe vëtëtimat të bashkë me erët e fuqishme. Flamurtarët qëndruan të tmeruar nga një farë frike që hyri në zemër dhe po vajtonin për këtë shenjë gurzes si që kujton, kur Skënderbeu, i cili qeshte bili gështit dhe drithërim të kot të ushtarëve, u afrua të këtë parë dhe i preku me dorë duke i quajtur shpjegonjëse të këqija ndaj vetes së vetë. Dhe duke u thënë sa ajo kohë sidomos, duhe përdorur kundër armikut, i cili shumë pak e priste një të ty, përveç kësaj. Ai thoshte se pranvera ashtu e kishte dëronte shpesh, sidomos Marsi. Para se të vinë, vera ashtu e kishte dhe çasti për t'u përleshur. Po unë do ta kishim fare të kthjellët, ashtu siç kishte qenë ajo pak më parë. Ashtu ushtrisë ndriti fytyra nga gëzimi kur e kuptoi se Uguri ishte për të mirë të vetë, dhe duke nxitur njëri tjetrin, ja bën zemër mal dhe kapetanit të vetë. Qielli i pastruar si e tha Skënderbeu, dhe ona që po ecte përpara. Erezë dhe më të drejtura i bënin ata që të mos i shpërtonin syrit të armikut, edhe sepse ishin afruar. Armiku në fillim u droi, dhe pasi u bë gati si për luftë, si për ikje. Droi pakos me dyshim në zemër të prista apo jo. Ia bënte frikën më të madhe nata dhe vetë besimi i tanëve, të cilat i shikonte se kishin marshuar kundër tij me një guxim aq të madh e i kufive të vetë. Por pastaj e pati përkundra zgjedhje kuraja të cilën duke se e merrte, ka që e dinte se s'kish për ta bërë luftën në thuall armi. Mund të kish frikë për ndonjë prit apo drejti nga përpara shtëpive. Në mbi të gjitha, ka që kish besim në mizerinë dhe fuqinë e ushtarëve të vetë, duke menduar se ikja e gjithë atyre të mira njerëz të përmbulluar, tokë do të dëgjoj me të drejtë krejt e tushme, edhe nga cili do frikatsa. Kështu Debrea, si u dha shenjën e betejës, duke mos sqaruar zotimet e veta e këshillat e Tiranit, po vepronte se të njëri te tjetri, për të dhënë më tepër zemër burrave, duke bërtitur: Qëndroni o ushtar veteran, ja kohë e shpagimit të pashoq për nderin që kemi humbur. Merrni hakun për prangat e kërdin e njerëzve tuaj, shpaguani për gjakun e tyre. Po vrapojnë luftëtarët e natës, po sjellin si shposho, zinxhir, për të ju lidhur duart. Kujtoni se do ta gjejnë këtu Hamzan, mikun e tyre që pritën në qytet. Kujtoni se do të kenë këtu më lehtë luginën e Mokrës. Brykat e paruk të Modrisës dhe strofujt të hajduteve me të cilët jam mësuar. Por siç e shikoni, lufta po na vjen të thuash në shtëpi. Kushdo gjë për ne është e sigurt. Nga numrin e jemi përmbi, por edhe nga trimëria, po të doni ju, vendi më i përshtatur s'ndodhet kund për luftë kalorësie. Sa për veten time, ose do të vdesh bashkë me ju, dhe do të qetësohem fatzi, por të paktën e lirë ndërmjet kufomave të dashura të shokëve, ose do të arri me ndihmën tuaj një përfundim të atill që Mehmeti me gjykimin e vet të rrept, të mos ketë ç'të thotë.
Kalamajt e krujas nuk do të tallen me prangat tona. Zemërgjerësia e armikut, plot kujdes, nuk do të zbus trupin e sklevorëve me gostira, nergut e me shijen e ushqimeve.